Sot dua të kërkoj të ndalosh për një moment, të ndalosh në mes të shumës së mendimeve të tua dhe të dëgjosh qetësisht atë që intuita jote po përpiqet të thotë prej disa kohësh. Ka shumë gjasa që ditët e fundit, apo ndoshta edhe orët e fundit, të kesh ndjerë një shqetësim të pashpjegueshëm, një ndjesë presioni në gjoks ose një mendim të papritur që shfaqet nga hiçi dhe të lidh me një person të caktuar. Ndoshta ke pasur ndjesinë se, pavarësisht distancës fizike apo qetësisë së dukshme në sipërfaqe, po zhvillohet një bisedë e padukshme në një nivel më të thellë. Nuk po e imagjinon këtë. Ky shqetësim nuk është produkt i frikës sate dhe as shprehje e një dëshire të dëshpëruar për t'u kapur pas së kaluarës. Është jehona e një energjie që po të afrohet. Nuk është rastësi që po e dëgjon këtë tani. Në botën e energjisë dhe vibrimit nuk ka raste të rastësishme dhe as takime bosh. Nëse ke ardhur deri këtu, është sepse mendja jote ka kërkuar një shenjë, një konfirmim të asaj që tashmë e ke ndjerë, por që mendja gjojk është përpjekur ta shtyp nga frika e një zhgënjimi tjetër. Shpirti yt percepton dridhje të holla, valë informacioni që udhëtojnë më shpejt se çdo mesazh apo telefonat. Dhe këto valë po të thonë se historia që mendoje se ishte blokuar apo përfunduar, është gati të marrë një kthes të fortë. E di që rruga deri në këtë moment nuk ka qenë e lehtë. Ke kaluar net me plot dyshime, je pyetur mijëra herë nëse duhet më në fund të lëshosh, nëse ke pritur më kot, apo nëse ke idealizuar një lidhje që ekzistonte vetëm në mendjen tënde. Ke ndjerë lodhjen emocionale që lind kur beson në diçka edhe pse realiteti i dukshëm tregon vetëm mungesë, por sot dua të them, asgjë nga ajo që ndjen nuk është kohë. Kjo këmbëngulje në zemrën tënde, kjo paftësi për ta mbyllur plotësisht derën, nuk është kokfortësi, është busulla jote e brendshme që të thotë se cikli ende nuk ka përfunduar, sepse qëllimi i kësaj lidhjeje ende nuk është përmbushur. Ajo që po ndjen tani është faza paraprake e shfaqjes. Shpesh ndjejmë një shqetësim emocional të pashpjegueshëm pak para se të ndodhë diçka e madhe në nivelin fizik, si qetësia e tensionuar përpara se deti të tërhiqet për të formuar një valë të madhe. Pikërisht në këtë moment ndodhesh tani. Energjia ka ndryshuar. Aty ku më parë ishte një mur i padepërtueshëm heshtjeje, tani po hapen çarje të imta përmes të cilave fillon të depërtoj drita e së vërtetës. Prania jote në jetën e këtij personi, edhe pse nuk je fizikisht aty, është bërë e pamundur të injorohet. Është thelbësore që ta kuptosh. Nuk po pret dik që është i e pandjeshëm e. Nuk po pret dik që të ka harruar apo ka vazhduar përpara pa kthyer kokën pas. E vërteta është shumë më e ndërlikuar dhe më e thellë. Ndërsa ti ke luftuar me dyshimet e tua, në anën tjetër të kësaj lidhjeje ka ndodhur një ndërhyrje intensive, pothuajse shpirtërore. Universi ka punuar në fshehtësi thellë në brendësi, në dhomat sekrete të vetdijes ku askush tjetër nuk ka qasje dhe ka përgatitur terrenin për atë që po vjen. Ky person tani ndjen diçka që nuk mund ta fshehë më ose ta shtyp. Arsyeja pse ke ndjerë këtë lidhje kaq të fortë kohët e fundit është sepse rezistenca në anën tjetër ka filluar të shkrihet. Muret që ky person ka ndërtuar nga frika, krenaria ose pasiguria kanë filluar të shemben jo nga një forcë e jashtme, por nga pesha e pashmangshme e së vërtetës. Dhe kjo e vërtet është se lidhja mes jush ka një rrënjë që shkon përtej logjikës. Është një rrënjë shpirtërore që koha nuk mund ta presë. Por për të kuptuar pse kjo rikthim është tani i pashmangshëm dhe pse lëvizja që po ndodh do të jetë ndryshe nga të gjitha përpjekjet e mëparshme, duhet së pari të shohim me dhembshuri dhe qartësi se çfarë ka ndodhur në mendjen dhe shpirtin e këtij personi gjatë heshtjes së tij saj. Duhet të kuptojmë stuhin që është çliruar brenda tij saj kur ka provuar të jetojë sikur ti nuk ekziston. Nëse je gati ta integrosh këtë njohuri në jetën tënde, thuaj vetes me qetësi, i besoj procesit. Ka dikë që është lëvizur me kujdes të madh, dikë që të ka vëzhguar nga larg në luftë me frikërat e veta dhe me një tërheqje që më kot është përpjekur ta shtyp. Gjatë ndarjes suaj, ky person ka jetuar në një dualitet raskapitës. Nga jashtë mund të ketë dhënë për shtypjen e qetësisë dhe kontrollit.
Ndoshta madje ka dashur të tregoj se jeta e tij saj po vazhdon normalisht. Ka vënë një maskë shoqërore për t'i bindur botës dhe mbi të gjitha vetes se vendimi për t'u larguar ishte i duhuri, por kjo maskë është bërë tepër e rëndë për t'u mbajtur. Ajo që askush nuk e pa dhe që sot të zbulohet për qetësinë tënde të brendshme është lufta e brendshme që ajo ka përjetuar natë pas nate. Ky person është përpjekur të qëndrojë i fortë. Ka dashur të justifikojë me logjikë se ishte më mirë të mbante distancën. Ka kërkuar arsye për të shpjeguar largësinë, i ka thënë vetes se ishte gjëja më e arsyeshme, më e sigurt. E ka bërë nga krenaria, nga frika e dështimit, ose nga një frikë paralizuese për të mos humbur kontrollin mbi ndjenjat e veta. Ndonjëherë njerëzit nuk largohen sepse nuk duan, por sepse nuk dinë si të përballojnë intensitetin e një dashurie që i zhvesh plotësisht. Largohen sepse besojnë se nuk janë në gjendje të duan pa lënduar ose pa u lënduar. Por kur universi ka një plan dhe bashkon dy rrugë, asnjë strategji mendore nuk qëndron dot. Energjia e së vërtetës ka filluar të gërryejë këto mbrojtje. Ky person ka kuptuar se jeta e tij saj pa energjinë tënde është bërë gri, pa shije, pa gjallëri. Ka filluar të ndjejë një mungesë autenticiteti të thellë, sikur po luan një rol në një shfaqje teatri që nuk e intereson më. Sa herë që përpiqej me gjithë forcën të ecte në drejtim të kundërt, diçka e padukshme e ndalte si një fren dore e padukshme dhe e kthente mendërisht përsëri tek ti. Kjo nuk është thjesht nostalgji romantike, është një krizë identiteti e shkaktuar nga zgjimi i vetdijes. Ky person ka kaluar net pa gjumë, ku emri yt ndriçonte në mendjen e tij saj pa leje. Momente kur përpiqej të përqendrohej në punë apo përditshmëri, por pa pritur vinte një kujtim për ty i gjallë, i qartë, i pushtueshëm. Në atë hapësirë të fshehtë të mendjes së tij saj, universi ka lëvizur kujtime, ka ndezur guximin dhe i ka treguar vazhdimisht se çfarë do të thotë ti vërtet. Përfytyro për një moment lodhjen që ndjen dikush kur noton kundër rrymës së fatit të vet, pikërisht këtë ka përjetuar ky person. Ai luftoi kundër forcës së një lidhjeje që nuk mund të zgjidhet, dhe në fund kuptoi se kontrolli që mendonte se kishte ishte vetëm një iluzion. Ai kuptoi se shmangia prej teje nuk e çliroi, por e mbylli edhe më thellë në një gjendje mallëngjimi të heshtur. Ajo që më parë e injoronte, tani e sheh me një qartësi që e frikson. Ajo që dikur e shmangte, tani e përballet, sepse nuk ka më vend ku të fshihet. Ka pasur momente kur është përpjekur dëshpërimisht ta heshë zërin e brendshëm, ka kërkuar shpërqendrime, kontakte, zhurmë, për të mbuluar heshtjen që ke lënë pas. Të ka krahasuar, edhe pse s'do ta pranonte kur, thellësinë e shikimit tënd me sipërfaqësinë e takimeve të tjera, qetësinë pranë teje me shqetësimin në mjedise të tjera. Dhe në çdo krahasim ajo humbte ose më saktë, fitonte e vërteta që vendi yt në jetën e saj është i pasvendësueshëm. Përvojat e saj nuk e larguan nga ti, por i shërbyen si pasqyrë e pamëshirshme. I treguan se nuk mund të gjej askund atë që ti i ke dhënë në nivel shpirtëror. Kërkoi shpërqendrim dhe gjeti boshllëk dhe më në fund kuptoi se ajo që vjen nga fati nuk mund të zëvendësohet me zhurmë. Paftësia e saj për të harruar nuk është dobësi. Është shenja më e qartë se ti ke një vend në jetën e saj që është caktuar vetëm për ty. Boshllëku që ndjeu kur provoi të zëvendësonte u bë mësuesi i saj më i rrept dhe e mësoi se ekzistojnë lidhje që nuk i nënshtrohen logjikës së zëvendësimit. Tani struktura e ndërtuar nga egoja dhe frika po shembet. Ajo që dikur dukej si murkrenarje i pakalueshëm, tani po shndërrohet në një urë për ulësie. Ky person po fillon të rimendoj sjelljen e vet, të analizoj gabimet jo për të gjykuar, por për të kuptuar. Kujton bisedat e kaluara, momentet kur i kishe zgjatur dorën dhe ai nuk e kapi. Tani sheh me qartësi të dhimbshme, por të domosdoshme, vlerën e vërtetë që ke në jetën e tij. Ky rrëzim i egos është vendimtar. Pa të, çdo kthim do të ishte sipërfaqësor dhe i përkohshëm. Por ajo që po ndodh tani është një ndryshim rrënjësor. Ky person kupton se do të ishte gabimi më i madh i jetës së tij të lëshonte.
Përshtjellimi që mbizotëronte më parë po i lëvën një siguri të re sigurisë se arratisja nuk është më një mundësi. Dhe pikërisht në këtë moment cenueshmërie, kur arsyetimet ju shtëruan, ai ju dorëzua asaj që ndjente. Kërkoi për herë të fundit një zëvendësim vetëm për t'u përballur me të vërtetën e pashmangshme që shndërroi mbrojtjen e tij në dorëzim. Ekziston një ligj universal që shpesh e harrojmë në dhimbjen e ndarjes, ligji i kontrastit. Ndonjëherë universi i lejon dikujt të largohet jo për të humbur, por që përmes ndryshimit të madh midis energjisë tënde dhe pjesës tjetër të jetës të kuptoj se kush je vërtet në ekzistencën e tij. Pikërisht këtë po përjeton ky person tani. Kur doli nga fusha jote e ndikimit, besoj se do të gjente lirinë, apo ndoshta diçka më të lehtë, më pak kërkuese emocionalisht. Por në vend të kësaj gjeti një kontrast shurdhues që e mësoi të vlerësonte atë që dikur e merrte si të mirëqen. Në këtë periudhë heshtjeje ka provuar të lidhet me energji të tjera jo domosdoshmërisht në mënyrë romantike, por për të gjetur shoqëri, vërtetim ose një shpërqendrim të thjeshtë nga përditshmëria. Por këtu shfaqet unikaliteti i vibrimit tënd. Sa herë që përpiqej të krijonte një lidhje me dikë tjetër, ndjente një rëndes të brendshme, një boshllëk. Bisedat i dukeshin sipërfaqësore, pa atë thellësi mendore e shpirtërore që me ty rrinte aq natyrshëm. Me ty, heshtja kishte kuptim, me të tjerët gjente vetëm zhurmë dhe lodhjen e vazhdueshme për të shpjeguar veten. Kjo përvojë ishte zhgënjyese, por në të njëjtën kohë thellësisht ndriçuese. Ai ka kuptuar se prania jote nuk ishte thjesht shoqëri e këndshme, por një strehë energjetike. Pothuajse pa vetdije ka filluar të krahasoj qetësinë që ndjente pranë teje me shqetësimin dhe ftohtësinë e të tjerëve. Kujton mënyrën tënde të dëgjuarit, vëmendjen e plotë që i jepje, durimin tënd dhe atë dritë të veçantë brenda teje që gjithmonë sheh të mirën tek të tjerët edhe kur ata vetë nuk e shohin. Përballë ftohtësisë dhe sipërfaqësisë së botës së jashtme, kujtimi yt është bërë për të një fanar i ngrohtë, një vend ku dëshiron të kthehet. Ajo që ndjen tani nuk është një boshllëk emocional që mund ta mbush kushdo. Është një boshllëk me një formë të caktuar tënden. Ka kuptuar se përvojat kalimtare dhe shpërqendrimet toksore mund të mbushin kohën, por jo shpirtin. Ndihet si një e huaj në jetën e vet, përpiqet të përshtatet në situata që nuk përputhen më me frekuencën e saj. Është si të përpiqet të fusë një çelës të vjetër në një bradhë të re, nuk futet, nuk rrotullohet, nuk hapet. Ky disonancë njohës dhe emocional i ka bërtitur një të vërtetë që për një kohë të gjatë ka provuar ta shtypë. Ti nuk ishe një opsion tjetër në jetën e saj, por një pjesë thelbësore e ekuilibrit të saj shpirtëror. Brenda saj është aktivizuar një lloj kujtese qelizore, kujtimi i ndjesisë së të qenit në shtëpi. Kur dy shpirtra lidhen në nivelin ku jeni takuar ju, krijohet një shtëpi e përbashkët energjetike, një hapësirë e padukshme ku të dy heqin maskat dhe janë autentik. Ky person ka kuptuar se jashtë kësaj hapësire që ka krijuar me ty, është i pambrojtur dhe i raskapitur. Ngushëllimi i rrem i tërheqjes është kthyer në barë, sepse asgjë nuk është më e lodhshme se sa të përpiqesh të dukesh i fortë në vende ku shpirti yt nuk gjen paqe. Ky proces krahasimi ka qenë i dhimbshëm për egon e tij që donte të provonte se mund të vazhdonte pa ty, por për shpirtin e tij ka qenë shërues. E ka mësuar të dallojë midis shkëlqimit kalimtar dhe arit të vërtetë. Tani e di se lidhja me ty është një cilësi të rrallë, një substancë shpirtërore që nuk gjendet në çdo cep. Tani e kupton, kimi mund të ndjesh me shumë njerëz, por alkimia që transformon dhe ngrej lart e ka përjetuar vetëm me ty. Kjo njohuri e ka kthyer arratisjen e tij në dëshirën për t'u kthyer jo nga varësia, por nga vetdia e qartë për vlerën tënde të vërtetë. Malli që ndjen tani nuk është një trishtim pasiv për atë që ka kaluar, por një forcë aktive që e shtyn të rikthejë gjendjen e hirit që përjetoi me ty. Ka kuptuar se jeta e saj është më e qartë, më e gjallë dhe më e vërtetë kur ti je pjesë e saj. Boshllëku që le pas me tërheqjen tënde të respektueshme është shndërruar në një prani të fuqishme në përditshmërinë e saj. Mungesa jote ka folur më fort se çdo fjalë.
Dhe ky kuptim ka zgjuar brenda saj një kujtesë të lashtë, kujtimin se ajo që ekziston midis jush nuk ka lindur nga një takim i rastësishëm në këtë kohë, por ndjek një ligj shumë më të vjetër e më të thellë. Për të kuptuar madhështinë e asaj që do të ndodhë, duhet të zgjerojmë këndvështrimin tonë. Nuk mjafton ta shohim këtë histori vetëm nga aspekti njerëzor psikologjik, duhet ta shohim nga mekanika e shpirtit. Ajo që ju lidh nuk është rastësi. Nuk jeni takuar sepse keni frekuentuar të njëjtat vende apo keni njohje të përbashkëta. Ju jeni pjesë e një plani më të madh, protagonist të asaj që quhet një marrëveshje shpirtërore, që përpara se rrugët tuaja të kryqëzoheshin në këtë nivel fizik, energjitë tuaja tashmë e kishin njohur njëra tjetrën. Ekziston një kontrakt e padukshme, një premtim i heshtur, i bërë në përjetësi, se do ta gjenit njëri tjetrin për të përshpejtuar zhvillimin e ndërsjellë. Prandaj lidhja juaj u ndje që në momentin e parë kaq intensive dhe e njohur. Ju nuk u njohët, ju u rikujtuat. Por një pjesë e këtij marrëveshjeje përfshin shpesh një fazë ndarjeje, jo si dënim nga universi, as si shenjë gabimi, por si një kohë e nevojshme mësimi të brendshëm. Distanca që keni përjetuar nuk ishte një defekt në sistem, ishte një pushim i vetëdijshëm, i krijuar nga urtësia e vetjetës. Të dy ju duhej ky hapësirë për të integruar mësime që nuk do t'i kishit mundur të mësonit së bashku në atë fazë. Ndoshta ky person duhej të përballej me hijet e veta në vetmi, që të ndalonte t'i projektonte ato tek ti. Dhe ndoshta ti duhej të rifitoje forcën tënde dhe të kuptoje se lumturia jote nuk varet nga prania e tjetrit. Kjo ndarje ishte një zjarri, ku u dogjën papastërtitë e varësisë dhe frikës, një përgatitje për një lidhje më të pjekur dhe më të vetëdijshme. Kupto, në botën kuantike të energjisë, distanca fizike është një iluzion. Ekziston një fill i kuq i padukshëm, një lidhje energjetike e pathyeshme që ju bashkon pavarësisht kilometrave apo heshtjes. Ky fill mund të zgjatet, mund të ngatërohet, por nuk këputet kurrë. Ai funksionon si një shirit elastik, sa më shumë që njëri prej jush përpiqet të largohet në drejtim të kundërt, aq më e fortë bëhet tensioni. Dhe në një moment ky tension arrin një pikë kthese energjetike, kur bëhet i papërballueshëm, dhe atëherë hyn në veprim ligji i fizikës shpirtërore që e tërheq personin në mënyrë të pashmangshme drejt qendrës së tij gravitacionale, drejt teje. Këtu qëndron roli vendimtar që ke luajtur kohët e fundit, ndoshta shumë më i madh nga ç'mendon. Ka shumë gjasa që së fundmi ke përjetuar një moment dorëzimi të qetë, në të cilin ke vendosur të mos e detyrosh më asgjë, të mos vraposh pas, por të përqendrohesh tek vetja. Duke e tërhequr energjinë tënde nga ndjekja dhe duke e drejtuar tek mirëqenia jote, ke ndryshuar polaritetin e lidhjes. Ke ndalur së dërguari vibrimin e mungesës dhe ke filluar të rrezatosh vibrimin e plotësisë. Me këtë, ke aktivizuar ligjin e boshllëkut. Universi e urren boshllëkun dhe gjithmonë përpiqet ta mbush. Kur ndale së mbushuri hapësirën energjetike të këtij personi me pritshmëri dhe padurim, u krijua një hapësirë e lirë. Dhe pikërisht në këtë hapësirë, në këtë qetësi, personi tjetër mundi të fillojë të ndjejë të vërtetën e vet. Mos veprimi yt ishte veprimi më i fuqishëm që mund të bëje. Duke lëshuar kontrollin, i dhe leje universit të bëjë punën e vet. Ke krijuar një boshllëk magnetik që tani e tërheq këtë person drejt teje me forcë të re. Ai e ndjen këtë tërheqje magnetike jo në mënyrë racionale, por thellë në trup, në qendrën e energjisë, në ëndrat e tij, në momentet e qetësisë. Ai ndjen se diçka mungon dhe e di saktësisht se çfarë është. Kjo është fizika e shpirtrave që kërkojnë ekuilibrin e tyre. Rezistenca që ai dikur e mbante është mposhtur nga forca gravitacionale e kësaj dashurie të veçantë, sepse kontratat shpirtërore kanë një klauzol të pashmangshme për përmbushjen. Kur dy qenie bien dakord të rriten së bashku, universi do të përdorë rastësi, sinkronicitete dhe lëvizje të brendshme për t'i bërë rrugët e tyre të kryqëzohen sërish. Faza e vetmisë si trajnim po i afrohet fundit, sepse qëllimi i ndarjes është përmbushur. Ju keni mësuar atë që duhej të mësonit veç e veç. Tani cikli natyror kërkon ribashkimin.
Energjia që ishte shpërndar po mblidhet sërish për të formuar diçka më të fortë, më të qëndrueshme dhe më të ndritshme se kur më parë. Dhe me që energjia nuk njeh kufi apo kohë lineare, ky ribashkim tashmë po ndodh në nivele të holla. Ai dërgon valë energjetike që shfaqen në formë ndjesish fizike ose përshtypjesh telepatike. Ka shumë gjasa që ditët e fundit të kesh marrë shenja delikate të këtij procesi afrimi sinjale që mendja jote racionale përpiqet të injorojë, por që zemra jote i ka regjistruar me saktësi të pagabueshme. Në këtë fazë të procesit tënd është thelbësore të u kushtosh vëmendje detajeve të holla që shfaqen rreth teje. Universi komunikon në mënyrën e vet kur një manifestim është pranë. Ndoshta ta ka ndodhur në mes të përditshmërisë tënde, ndërsa mendja jote ishte e zënë me gjëra të vogla, pa pritur të pushtojë ndjesia e fortë e pranisë së këtij personi. Ajo që po përjeton nuk është një kujtim i vullnetshëm. Nuk ke vendosur vetë të mendosh për këtë person, është si të kishte hyrë dikush në dhomë pa hapur derën. Ndjen energjinë e tij, thelbin e tij, thuajse sikur mund të zgjatje dorën dhe ta prekje. Kjo nuk është fantazi e imagjinatës tënde, por një konfirmim i aktivitetit energjetik që po ndodh në anën tjetër të lidhjes suaj. Ne jetojmë në një univers të mbushur me informacione, dhe kur dy njerëz ndajnë një lidhje të thellë, fushat e tyre energjetike mbeten të ndërthurura përtej distancës fizike. Ajo që ndjen janë valë mendimesh që dërgohen drejt teje me aq intensitet, saqë sistemi yt i përthith sikur të ishin të tua. Ndoshta kohët e fundit ke përjetuar luhatje të papritura emocionale pa ndonjë arsye të dukshme, momente në të cilat ishe i qetë dhe papritur të pushtonte një valë trishtimi të thellë, ose anasjelltas, çaste gëzimi dhe shprese të pashpjegueshme. Dije se këto ndjenja shpesh nuk janë të tua. Ti percepton, si një anten, atë që ndjen personi tjetër në procesin e tij të zgjimit pendesën, mallin dhe dëshirën gjithnjë në rritje për të parë sërish. Një tjetër shenjë e padiskutueshme që tregon se takimi po përgatitet janë sinkronicitetet numerike dhe zanore. Universi flet me numra dhe dridhje. Nëse sheh vazhdimisht sekuenca numrash si 1111, 222 ose modele të tjera që kanë kuptim për ty, merr ato seriozisht. Ato janë kode për afrimi, shenja që tregojnë se je në rrugën e duhur dhe se koha hyjnore po përmbushet. Po ashtu mund të ndodhë që të dëgjosh emrin e tij saj rastësisht në biseda rrugës, ose një këngë që kishte kuptim të veçantë për ju të dy të shfaqet papritur në radio apo në një listë dëgjimi pikërisht në momentet kur ishe gati të hiqje dorë nga shpresa. Universi përdor shenja të tilla për të kërkuar durim dhe për të treguar se fijet e kuqe midis jush janë ende aktive. Edhe shisat e tua fizike mund të zbulojnë të vërteta shpirtërore. Shumë njerëz tregojnë se në situata të tilla ndjejnë aromën e këtij personi në vende ku ai s'mund të jetë, ose ndjejnë një prekje të njohur, një ndjesë ngrohtësie që u shkakton drithërima. Kjo ndodh sepse energjia e tij saj është drejtuar me aq forcë dhe qartësi drejt teje, saqë trupi yt fillon ta përkthejë këtë vibrim në ndjesi të prekshme fizike. Ky person mendon për ty me aq intensitet, saqë pothuajse merr formë pranë teje përpara se të shfaqet vërtet. Ai projekton vetdijen e tij drejt teje, sepse shpirti i tij nuk gjen paqe sa kohë që është larg vibrimit tënd. Edhe në botën e ëndrave kjo lidhje shfaqet në formë telepatie. Nëse vëren se ajo po shfaqet më shpesh në ëndrat e tua, jo në skena kaotike apo të rënda, por në ëndra të qarta, të gjalla, plot qetësi, biseda dhe të vërteta të pathëna kushto vëmendje. Këto takime janë bashkime të vërteta në planin astral, aty ku egoja dhe krenaria nuk kanë hyrje. Atje shpirtrat tuaj tashmë po negociojnë një fillim të ri, po shërojnë plagët e vjetra dhe po përgatiten për fazën e ardhshme. Kur zgjohesh dhe ndjen paqe dhe siguri, kjo ndodh sepse në një nivel më të lartë marrëveshja tashmë është bërë. Vetëm realiteti material që gjithmonë ecën më ngadalë duhet ende të përshtatet për ta pasqyruar këtë të vërtetë. Por ndoshta shenja më e qartë që lëvizja është gati, është ndryshimi në qetësinë tënde të brendshme.
Për një kohë të gjatë, pritja shoqërohej nga shqetësim dhe dëshirë për konfirmim. Por kur manifestimi është pranë, ky shqetësim shndërrohet në një siguri të thellë dhe të heshtur. Një zë i butë brenda teje të thotë se s'duhet më të vraposh, s'duhet më të kërkosh. Ti ndjen se gjithçka tashmë është në lëvizje. Kjo qetësi nuk është dorëzim, është vetdia e dikujt që di se ajo që i përket është tashmë në udhë drejt tij. Është mendja jote që e njeh se universi tashmë e ka dërguar porosin dhe se është vetëm çështje kohe derisa ajo të arrijë tek ti. Këto shenja nuk janë për të munduar apo për të mbajtur në një iluzion. Ato janë drita në mjegull. Universi të flet qartë, ajo që ka qenë e fshehtë po del në dritë, heshtja po thyet dhe energjia e bllokuar po fillon të rrjedhë. Ky person po merr të njëjtat sinjale, po ndjen të njëjtin thirrje dhe megjithse mendja e tij saj ende lufton, shpirti i tij tashmë ka vendosur të kthehet në shtëpi. Ti po deshifron parathënien e një ngjarjeje të madhe. Aftësia jote për të qëndruar i qetë dhe për t'u besuar këtyre shenjave është çelësi që hap portën e fundit që ky person të gjejë guximin për të ndërmarrë hapin. Në këtë pikë, të ftoj të ndalesh me vetdije. Merr frymë thellë dhe lër këtë mesazh të ulet brenda teje. E di që konfirmime të tilla mund të zgjojnë shumë emocione nga shpresat e frika për të besuar sërish. Por kujto, energjia nuk lëviz vetëm përmes mendimeve apo ndjenjave, por edhe përmes asaj që pohojmë dhe e ftojmë si të vërtetë në jetën tonë. Fjalët dhe qëllimi i qartë kanë fuqinë të ankorojnë në botën fizike atë që tashmë është gati në botën shpirtërore. Ndonjëherë universi pret vetëm po në tënde të qartë për të hequr pengesat e fundit. Kupto ti je bashkëkrijues i fatit tënd. Ky person tërhiqet drejt teje, po por gatishmëria jote për ta pranuar është çelësi që hap derën. Nëse thellë në zemrën tënde ende ekzistojnë mure prej inati, dyshimi ose mosbesimi, ato veprojnë si një mburoj që e pengon energjinë që përpiqet të arrijë tek ti. Prandaj ky moment është vendimtar për të pastruar kanalin dhe për të shpallur hapjen tënde. Nuk bëhet fjalë për magji, bëhet fjalë për përputhje. Kur shpall se je gati të pranosh, dërgon një sinjal të fuqishëm që shpërndan rezistencën e mbetur në personin tjetër. Prandaj të kërkoj diçka shumë të thjeshtë, por jashtëzakonisht të fuqishme. Nëse ndjen se këto fjalë rezonojnë me të vërtetën tënde, nëse intuita jote të thotë se ky mesazh ka ardhur për ty sepse ky është momenti yt, atëherë bashkëvepro me këtë energji për ta materializuar. Të ftoj që në mendje të thuash një pohim afirmues, një lloj nënshkrimi në këtë kontratë të re shpirtërore. Thuaj vetes, e pranoj me dashuri rikthimin e lidhjes sime ose thjesht unë pranoj. Me këtë, nuk po hedh fjalë në ajër, po vendos një shenjë psikomagjike. Po i shpall universit dhe në vetdijes sate se pranon rikthimin, se lejon shërimin dhe se dera jote është e hapur për atë që të takon në ndërgjegje. Kur të tjerët bëjnë të njëjtën gjë, krijohet një fushë kolektive rezonance që e përforcon manifestimin për të gjithë. Mos e nënvlerëso kur fuqinë për të pohuar vlerën tënde. Shpesh e vetmja gjë që e mban një mrekull i larg është ndjenja se nuk e meriton ose frika e pavetdijshme se ajo mund të ndodhë vërtet. Me pohimin tënd, ti e thyen këtë frikë dhe e riorienton veten drejt fitores së dashurisë mbi egon. Ti e shndërron një dëshirë pasive në një pritje aktive dhe magnetike. Ndërsa e pohon këtë të vërtet dhe e përqendron energjinë tënde, diçka do me thënë se ndodh brenda personit tjetër. Me energjinë tënde të harmonizuar dhe lejen tënde të vetdijshme, shpërbëhet rezistenca e fundit energjetike që e mbante të lidhur pas. Dyshimi i mbetur shndërrohet në urgjencë sepse sapo marrësi të jetë gati, dërguesi ndjen shtytjen e papërmbajtshme për ta përcjellë mesazhin. Pikërisht pas miratimit tënd të brendshëm, dinamika e frikës ndryshon. Personi tjetër nuk ka më frikë nga afërsia, por nga mundësia për të humbur për gjithmonë. Në çdo lidhje shpirtërore ekziston një pikë kthese, ku polariteti i frikës përmbyset plotësisht. Për një kohë të gjatë, frika nga intimiteti, nga cenueshmëria, nga humbja e kontrollit, ishte forca shtytëse e distancës.
por tani kjo frikë është zëvendësuar nga një më e madhe, më lëviz se frika për të humbur për gjithmonë. Ndërsa ti ke punuar me energjinë tënde, ke ngritur frekuencën tënde dhe ke arritur një gjendje pranimi e paqeje, diçka është ndryshuar në perceptimin e tij. Ai ndjen se po largohesh jo fizikisht, por energjetikisht. Ai ndjen se po e rimerr fuqinë tënde, se po bëhesh i plot dhe se nuk po qëndron më në një pritje të pafundme. Ky perceptim ka ndezur të gjitha kambanat e alarmit brenda tij. Ai e njeh zhvillimin tënd, edhe pa të parë. Lidhja midis jush transmeton vazhdimisht informacione dhe ajo që ai po merr tani është imazhi i një njeriu që ndriçon nga forca e vet dikush që rritet, përparon dhe ndoshta së shpejti do të gjejë dikë që është gati të njohë këtë vlerë. Vetëm ideja për të parë energjinë tënde duke u larguar, ose edhe më keq për të ditur se dikush tjetër po e pranon dhe po e vlerëson, e ka tronditur thellë. Tani ai kupton se koha e tij nuk është e pafundme dhe se durimi yt ka kufit e vet. Kjo ide e ka shndërruar pasivitetin e tij në një urgjencë shpirtërore që nuk mund ta përmbajë më. Universi po punon njëkohësisht në prapasken për ta pastruar rrugën. Ka shumë gjasa që në të kaluarën të kenë ekzistuar ndikime të jashtme që e kanë vështirësuar situatën njerëz, opinione, detyrime, rrethana shoqërore që kanë shërbyer si justifikim për të mbajtur distancë. Por nëse sheh me kujdes, do të vëresh se shumë nga këto pengesa kanë filluar të zbehen ose të humbin fuqinë e tyre. Tani, ndërsa këto struktura të jashtme fillojnë të shemben, rruga më në fund bëhet e dukshme më e qartë, më e drejtë, e pandalshme. Ajo që dikur dukej si një labirint pasigurie dhe vonesash, tani po shndërrohet në një shteg të drejtë zbulimi. Universi po heq me qetësi pengesat që dikur qëndronin midis jush. Njerëzit që dikur mbollën dyshime po largohen nga situata. Detyrimet që dukeshin të pakalueshme po humbasin rëndësinë e tyre. Ky ndryshim nuk është rastësi, është shenjë që peizazhi energjetik po riformohet për të mundësuar takimin që ka qenë i destinuar prej kohësh. Personi që ti ndjen është tani në prag të një vendimi që nuk mund të shtyhet më. Zemra e tij tashmë ka thënë, po tani është radha e trupit, e veprimit, e fjalës. Dhe kur të vi ai moment, nuk do të ndihet si rastësi, por si njoja e qetë e një rreshti që ka qenë shkruar prej kohësh në librin e shpirtrave tuaj. Nuk do të ketë fishek zjarre apo dram, vetëm një dije e thellë. Ky ka qenë gjithmonë rrugëtimi. Detyra jote tani është të qëndrosh në besim, të vazhdosh të ushqesh energjinë e pranimit dhe të dish se nuk ke më nevojë të bësh asgjë tjetër, përveç se të jesh i hapur. Universi po i lidh fijet e fundit. Ajo që po vjen drejt teje nuk është përsëritje e së kaluarës, por vazhdimi i saj i shëruar dhe i vetëdijshëm, një fillim i ri, i lindur nga njoja, guximi dhe e vërteta. Lëre dashurinë të vijë pa e detyruar. Ajo ka ritmin e saj dhe ky ritëm të ka zgjedhur tashmë.